Ju përshëndes dhe ju falenderoj përzemërsisht për pranimin tuaj në ekspozitën të dytë. 3 vite pas ekspozitës së parë, ish punonjës i dikurshëm i Pallatit Rinia Flamur Jakupi vjen me një tjetër ekspozitë fotografike. Në 80 fotot e ekspozuara në Galerinë e Artit Pamor Nikolet Vasia, Jakupi sjell shumë gjëra nga veprimtaritë artistike dhe kulturore në qytetin e Durrësit, gjatë 2 dekadave jetë të institucioni kulturor dhe emrave të njohur të artit durrësak që u bën pjesë e këtyre aktiviteteve. Ekspozita kujtoi që i kushtohet veprimtarive kulturore, artistike, kryesisht të një institucioni që tashmë nuk ekziston, po që dikur ka krijuar emrin jo vetëm në qytetin e Durrësit ku pat aktivitetin, por ajo bë edhe një jehon në të gjithë Shqipërinë. Pallati Rinia i Durrësit. Unë për fat kam asistuar dhe kam marrë pjesë në skenën e këtij pallati që në Moshtere, që në ditën e parë të përurimit në 18 prill të vitit 1968. Dhe pothuajse një pjesë e jetës time lidhet me këtë institucion dhe historikun e saj. Në 72-shin, ky institucion, me nismë dhe idenë e kompozitorit Agron Xhunga, që ishte shefi muzikës, ideoi një shfaqje në përgjigje edhe të një tërheqje artëdashte e qytetarëve të Durrësit ndaj një programi televiziv të RAI-t që quhesh Canzonissima. Dhe pikërisht kjo ishte ideja që të ndërtohesh një shfaqje e tillë në përshtatje të Canzonissimës dhe u quajt anketa muzikore. Ekspozita përfaqëson një moment të veçantë, sepse hedh më shumë dritë mbi aktivitetin 20 vjeçar të këtij institucioni që ka lënë gjurmët e tij në historinë e zhvillimit të artit dhe kulturës durrësake. Në vitin 72 deri në 74 ka qenë edhe një ndjej liberalizmit. Kujtojmë edhe festivalin e 11 të radio-televizionit shqiptar në atë kohë. Madje janë kënduar dhe këngë italiane në skenën e këtij institucioni. Fakti është që më vonë mori pamjen e një varieteje dhe shfaqesh në ditën e shtunë dhe të diel, të shtunën mbasdite, të dielën paradite dhe të dielën mbasdite. 3 shfaqje në javë. Por evidente në këtë shfaqje ishin se filluan të ftohen pothuajse të gjithë këngëtarët e njohur të Shqipërisë të asaj kohe. Dhe këtu, në këtë ekspozit, në lista përkatëse kemi evidentuar me emra kush ka marrë pjesë. Vizitorët e shumë të kësaj ekspozite vlerësuan se fotot e nxjerrura nga arkivi personal i Jakupit sollën për dashje durrësak pak nostalgjia e dikurshme e historisë së Pallatit Rinia.